Për të pestën ditë radhazi, një grup qytetarësh u mblodhën në Korçë në vijim të protestës së nisur disa ditë më parë. Të pranishmit përsëritën kërkesat e tyre për ndryshim dhe theksuar rëndësinë e angazhimit qytetar në adresimin e problematikave që sipas tyre prekin jetën e përditshme. Gjatë ubimit, protestuesit u bën thirrje më shumë qytetarëve të bashkohen nismës, duke kërkuar ndërgjegjësim dhe pjesëmarrje më të gjerë në reagimet publike. Jetoj në Amerikë për djerda. Nga rinësi proteste, që më beri për njakësmet protesta këtu. Ju lutem, vazhdoni, deri sa ta meni ju të ardhmen tuaj në dorë. Gabin të gjitha ta që rinë në kafene dhe nuk vinë këtu me ne. Sepse ne kemi dalë për lirin tonë, për lirin e fëmijëve tanë. Se kërcet, përcet furtuna, fryet vjosa, derdhet buna, skuqet semani dhe drini, dridhet qeveria. Prandaj popull ngriuni. Sipas tyre, vetëm përmes bashkimit dhe solidaritetit qytetar mund të përcillen mesazhe më të forta për institucionet dhe vendimarrësit. Pjesëmarrësit njoftuan gjithashtu se gjatë ditës së sotme do të udhëtojnë drejt Tiranës për t'u bashkuar protestës që do të zhvillohet në kryeqytet. Ata shprehen se synojnë të jenë pjesë e një reagimi më të gjerë qytetar, duke përcjell kërkesat dhe shqetësimet e tyre edhe në nivel kombëtar. Ubimi në Korçë u zhvillua pa incidente dhe në mënyrë paqësore.